Fero i atheu rekordin vetës. Feroni Shabani, i njohur gjërësisht me emrin artistik Fero, është një nga figurat më të diskutueshme tashmë të skenës muzikore kosovare. Karriera e tij ka qenë gjithmonë një përzierje mes talentit, provokimit dhe shpesh kontradiktës. Por në asnjë moment nuk e tronditi më shumë publikun e tij se sa vendimi për të tërhequr tashmë nga muzika dhe për t'ju përkushtuar fesë islame. Në atë kohë, shumë e përshëndeten si akt pjekurie dhe shpirtëror, ndërsa të tjerë e panë si një humbje të madhe për industrinë muzikore. Me postime të qarta për largimin nga fama, përkushtimin ndaj fesë dhe një jetë më modeste, Fero dukej sikur e kishte mbyllur një kapitull. Por muzika, me sa duket, nuk ishte një derë që mund të mbyllej përfundimisht. Në vitin 2025 dhe më tej, Fero bërë një rikthim gradual për të fuqishëm në botën e muzikës. Këngët e tij të reja, ndonse shpesh me tone më të balancuara, krahasuar me të kaluarin, ruajnë autenticitetin agresiv dhe energjinë që e bëjnë edhe më të famshëm. Ai nuk u rikthye i njëjti, por nuk u rikthye as krejt ndryshe. Ishte një vërzeni përzier, një artist që ka kaluar përmes shpirtit dhe rrugëve dhe është kthyer me më shumë vetdije për veten dhe për publikun, por me këngë ku i flet ish gruas e motrës së presidentes, të titulluar me APSH. Befasia e krejt kësaj është që Fero i atheu rekordin vetës. Krejt kjo pasi që për 2 javë kënga e tij më e re pas pushimit nga feja arktoi plot 5 milion views vetëm në YouTube. Përket fesë, në një intervistë të shkurtër pas rikthimit ajo shpreh: "Muzika ka qenë gjithmonë pjesë e imja. Kam kaluar një periudhë reflektimi, besimi mbetet i rëndësishëm për mua, edhe muzika është një dhunti që nuk dua ta mohoj." Sot, Fero po korr sërish klikime, ndjekës dhe suksese në platforma muzikore edhe më shumë se sa që i ka pasur. Thuhet që projektet e tija të reja përfshin bashkëpunime me emra të njohur dhe rikthimi në koncertet live ku vetë se po i shohim, ku fansat po e presin me një entuziazëm edhe më të madh se dikur. Reper si Fero që kalojnë nga ekstreme personale drejt një ekuilibri të ri, tregojnë se arti dhe feja nuk janë gjithmonë në konflikt, por ndonjëherë një udhëtim i tillë e bën një artist më të thellë, më të sinqert dhe më të fortë në atë që ka për të thënë.